Përshëndetje miq të ekranit të televizionit të UTA. Takohemi së bashku në emisionin Portreti me mua Junida Trumen, takimi së hënës në orën 8:30. Unë sot apo çdo javë marr rrëfime të ndryshme nga jeta e personazheve të ndryshme. Unë sot në studio kam Ragip Shaptafi, një person i cili gjithë jetën ja ka kushtuar ekonomisë, ja ka kushtuar shifrave. Sot me mua ai është për të rrëfyer për gjithë jetën e tij, për shkollimin dhe për gjithat e tjerat. Faleminderit që pranohet, jeni së bashku me mua në studio. Faleminderit edhe në thirrjen e juaj, ju përshëndes juve, stafin e juaj dhe shikuesit e televizionit të UTA. Faleminderit shumë. Shkojmë tek fëmiria. I lindur në Kravar në vitin 1948, mos jam gabim? Po, e vërtet 1948, por 28 më kapën vetëm 3 ditë, me 29-12, 1928. Dhe më thonë, edhe në shkollë, kur kam shku për ata 3 ditë, një vjetë ma parë, Mari. Na tregoni pak për fëmirin tuaj, na tregoni pak për kushtet e atjeshme, na tregoni pak për fëmirin në fshat. Po, shpreja ime, si dhe të tjerëve. Në atë kohë, dhe ishtë kohë e lashë shumë, në shekull i kalumën, nuk ishte aqe e mirë, në familje nuk ishim asnjë person të punësuar. Jemi marrë me bujësi dhe me blegtori. Dhe me thonë, të ardhën e tona, ishim bujësi dhe blegtoria. Mirë po, ishte shumë interesant që ne kena jetu një familje shumë e gjanë. Gjyshja me 5 djemë. 5 djemë kanë pas ka 2 fëmijë edhe plus bashkëshortet e tyre. Dhe me thonë, kur ti llogarisim, dalin një familje 20 antarësh. Po një familje e gjanë shumë. Edhe në atë kohë, me folë drejtën, nuk kem pas të ardhuna kështu monetare, por ushtimi s'na ka mungu. Dhe me thonë, bujësia, këllëmoj që i gruni, misri, këta, pëmë të perimet, kanë mjaftueshme. Jeta kanë shumë e pa pëlqyeshme të bëjë krahasimin në sot fëmija se si e kaluajnë, e si i shkaluat herë. Thonë, si ashtë e mujton që ne kemë rritë deri në këtë gjendje tash, sepse kushtet e bojnë vetën, kushtet e vështira e bojnë vetën. Shkollën fillore? Shkollën fillore, 4 vjetë i kam kryer në Kravar. Dhe me thonë, 1927 e kam përfunduar në Kravar, në zonë që i shkëllqyshëm. Në mesin tonë të familjes, këna pas dhe një hoxhë, i njoftën për vendin tonë. A i ka pas libra dhe fetare dhe libra tjera. E unë, si fëmijë, kishe mërek me i lezu ata libra, me i po ata libra, edhe morrit ai vullneti i librave, i shkollës. Mënej, mas i që u kryu 4 vjeçarja, më kryu në Sukubin edhe në Katërkollë. Por, si ishin kushtet? Kushtet ishin që prej shtëpisë deri në shkollën e Kravarit janë 4 kilometra rrugë shumë e dopë, kur fa rrugën. E mos flasim për rrugën kur kam bërë rrugën Kravar-Katërkollë, që janë 12 kilometra. Çdo ditë? Çdo ditë 12 kilometra me shumë shkollë, çdo ditë me kthy, domethënë 24 kilometra. Nëse rrisim, e llogarisim kushtet e vështira, ato nuk janë më 24, pa ata janë, mund të shtojnë edhe më tepër. Ma thonë një gjatësi, sa me shku, deri në Tivar. Veshja, me siguri e dopë për atë kohë. Shi, borë, ftoftë. Ashtu, jem nisë fëmijë 14 vjeçarë për me votu deri në Katërkollë. Edhe kem kry me sukses. Prej Katunit tem nuk kam pas, po prej Sukuvinit kam pas shokë tjerë, ku jena bashku me ta, edhe kena shku në shkollë dhe kena këthy. Në Katërkollë kena pas shumë arsimtar të mirë, të vyshëm, të cilët janë përkushtu me arsimit, na kanë dhënë vullnet të mësimit, sidomos ishte dhe drejtori Yunus Divani, që kishim një respekt për te, edhe arsimtar për te. Edhe aty e kam kry me sukses shkëlqyshëm. Flasim për cilat vite? Kur përfundoni shkollën fillore?
1964 e përfundojmë shkollën 8 vjeçare në Katërkoll, edhe më nej bëjmë planet me shokët e mi, Juno Zejkashin, edhe Gjok Shkreli në njerë, që të regjistruhen dhe shkojnë në Prishtinë. Nuk e dishim se çfarë drejtime është me marrë, se s'kishim gjoni, nuk kishim baza. Nuk e dishim as ka vjen në Prishtinë, vetëm në hartë gjeografike që kena parë në shkollë, vendosme me shku të tre në shkollën ekonomike. Po cila ishte ai komente apo çfarë thanë prindrit? Po prindrit nuk pa kanë prish. Po kam pa një pasiguri në ta se a kanë me pas mundësi financiare me përshat. është dash me shit një lopa, një veqa, diçka për me nisë, sepse, si thash, kërkush i punësum nga familja. Mirë po, është kryu, dhe ne nuk ishim ata që i shpenzojshim shumë. Me gjithë qef më kanë nisë, por edhe me një frikë, se nuk e kanë ditë se kush kaj, telefonës kishë në therën. është në një letër, dhe letra, a kam rritë, nuk kam rritë, kur kam rritë, ka zgjat një javë, 2 javë. Në tregu pak për eksperiencën në Prishtinë, në studime, sa ishte më ndrysh, sa ke fillu, sa ke arritur edhe ti ta përmbushësh apo ta krijosh një personalitet pak më ndryshe, një vend krejtësisht tjetër, frym tjetër? Po, ne unisëm për Prishtinë, edhe kishim provimet pranuse. Pra si thash, Junozi dhe Gjoka, të tre në nxënësat shkëlqyshim, kemi hynë provimin e matematikës. Edhe provimin, që është 45 minuta që zjatën, ne e kanë bërë për 10-15 minuta, sepse kemi pas bazat forta nga 8 vjeçarja. Edhe profesori na thotë, pse nuk po i kryeni detyrat, pse po e dorëzoni fletën, pa i punu ty me mu se si kena punu në. Mirë po, ne kena thani kena kry, janë krymuna. Nesme kena pas provimin e gjuhën shqipe, por ka dalë profesori, një prej profesorëve, na ka thënë, ju të lësinit, ju 3 të lësinit, s'keni nevojë. E keni të regu aftësinë e juj në provimin e parë, edhe keni të kalumën edhe dytë. Shoqërinë e ka pas shumë të mirë, na kanë pranuar të mirë, por tekstet kanë mungu në atë kohë. Nuk ka pas tekste shqipe. Unë për kontabilitet kam pas vullnet, kështu landën e kontabilitetit, kam ble një liber shërbishte, në gjuhën serbe, me te kam jam mundu me mësu, sepse e kam ditë deri diko, sepse në fshatin katon në Kravar, kam lujtë rregullisht futboll me ushtarët. Ata të cilë kanë folë gjithë shërbisht, edhe e pata rast me mësu aty. Kur më kam rritë punët e diplomimi, aty kam pas edhe aty një sukses mjaft mirë, kena marrë tërhek temat, të cilë profesori ka qitë fletë në tavolinë, edhe me tërhek se cili. Një shoqe e klasës e mërë temën dhe i del arka. Teme shumë e letë, arka. Mirë po, i lanë e kontabilitetit ka. A mu më del arka. Se nga pova, asaj i del logaria përfundimtare. Thët regit, shkam ka, logaria përfundimtare. A bën me ndru, se me logarinë përfundimtare kam vullnet me punu se mund të gjej material. A për arkën, s'mundu me vase u lypte me bot 40-50 faqe makinë shkrimit. Temën e diplomës, e kam marrë, më ne kam zjetë materialin në ndërmarrjen e Rames Sadiku. Nuk kam joftër, kanë të tjerë. Jo kam lypë material, me kanë dhanë me qef shumë. Edhe në basë të ati materialit e kam punu temën e diplomës, në cila ishte e dallumën, e pranumën edhe ajo diploma e ka shishit në libra të suksesi i shkëlqyshëm. Edhe vite tjera, por edhe ata vite. Mbasi e përfundoni këtë shkollën e mesme të kontabilitetit, dega kontabiliteti, ku drejtoni? Mënena... Ishte i vështirë punësimin atë ko? Punësimi i vështirë, e për mu ishte edhe ma i vështirë se unë s'njif që kërkan diko që me pas në loj intervenimit. Kam kërkuru në të normalit të ullësinit në të gjitha. Mos me përënden me të kërpore, elektro e komunë,
por nuk fitova përgjegjësi për kërkujet. Manena, kam porosit në përmes një ushtarit aty ku ishte karakolli jonë, në gazetën e Prishtinës Rilinja Shqip, në emrin ti, se s'vite posta, vetëm posta i vite në ushtrisë, edhe politikën e Beogradit. E çuditshme është, aqe jam kështu i demoralizu, që kam konkurru edhe në Karagojevc, edhe në Borë, në Majdanpek, në krejtë Serbinë ku shisha konkurset. Në fund më kanë pranu në Mitrovic, endi për inkuadrim. Por nërkohë, marrë një përgjegje që kooperativa bisore nga Tërkoll ka nevojë për arkatar, edhe familja atëherë kanë dominu, kanë kërku që të mesën, mas shkaj diko jashtë, edhe punësohem me një maj 1969 në kooperativën bujqësore të Tërkollës. Aty pata pak probleme në fillim, sepse diplomën e kishim paveq në Prishtinë, sa profesori tha, viqin tha maja atje, viqin tha maja atje në vendin tanë, këtu nuk kene viq edhe më bën shaptafi. Edhe mos shkundështova, se nuk i dishim ata gjana aqe shumë. Mi po këto dokumentat që i mërshë në shtetit këtu, ishte me mbjeme në viq, edhe më thojnë, po nuk përputhet, nuk analigjore, nuk e lejan. Atëherë, mora një iniciativë tjetër, ju lutë atyre që të shkoj deri në Prishtinë, të marrë diplomën tjetër, ju lutë me më shtu viqin. Po nuk i kishte qëllimin për atë, por me fitu pak në kohë, me orështitu, me shku deri në Prishtinë edhe me këthy. Edhe kur kam shku në Prishtinë, i kam thonë sekretari, çka të ka prunë, se më ka njohë se ishte koha e shkurtë jam. I thamë i kështu ishte, po ashe thatë më, çfarë viqit thati? Në për burgosnë, në për torturohnë, për vritë me tenka, në për se ishin demonstratat e vitit 68, masë 68-ve, se shkotën në shpi, i thamë, nuk kam marrë për atë. Por me arsitu pak, që nuk bëhat, sepse edhe unë, për atë 4 vjetë, e kuptova se qka a ishtë më takon viqi, a nuk më takon. Në që se s'kam ditë dikur atje në fshat, do më thonë këto, në atë kohë e kuptova. Mirë po aty, kur dola, kapi një policë atje, dokumentat, diçka, pse ke ardhë, në që edhe stacion policisë. Tash mi spjeguan, kishe frikë, mi thonë, të marrë çështjen e viqit. Kush je, çka je, i thamon, mundeni me bë pyetje profesorin tëm dikurshëm, Rahman Morinin, sa i na ka dhënë ekonomi politike, s'pak më duket 1-2 vjet. Po në atë kohë, mas demonstratave që ndodhen në vitin 1968, ai komiteti e ka kalu në polici, edhe me siguri janë konsultu me te, edhe më liru të më njëse. Më ne kam shku në Tivar, ishte gjyqi i Olqinit, Olqinit s'kishte gjyqin e vetë, e kam ndru mbi emnin, edhe me kam ndru mbi emnin pa njerësit, pa më bë pyetje shumë, edhe meti më nena u punësova, vazhdova me mbi emnin Shaptafi. Punësimi në kooperativën bujqësore është nga 69 deri në 74. Në tregoni sa ishte, sa keni arritur të adaptoni si puna më parë që merrni mbas mbarimit të shkollës? Me vullnet plotë kam pas vullnet për punë. Isha arkatar që kisha me një orar të posaçëm. Edhe 2 orë ma tepër se tjertë, sepse ishin pagesat e tyne që shitshin pelim, dhe dishka parime tjera, e u lypte me bo pagesat. Kolektivi më ka pranu shumë mirë, nga të shikimin e parë, por që ka ma duke çuditshme, kur ka marrë vendimin, më kanë shkru në vendim që 3 vjetë ka me të zbrit rroga 5%, sepse nuk ke stazhin e duhon që duhet me pas. Nuk i ke 5 vjetë stazh punet. Aja ma shduke si absurda, 3 vjetë me 5% zoglume, në tishte një vjetë dishka. Kam kalu mirë, pas një zyret posaçme, ku kam punu me palë. Njerëzve u kam ndihmu shumë, dhe ishte dhe posta aty. Kishin nevojë mionisë në transove studentëve, dikush letha, dikush pare, këta ju shusha adreset, se njerëzit, pak kush ka ditë atjera, sa që edhe më kanë kritiku
jo mu marrë me palë tjera. A unë kishe vullnet me unimu, se dishe se shka ishte shkollimi e këta, e nevoja. Mirë po më dhe me dikur, ndodhi një incident. Në vitin 1974, aty kam me prilli, vjen një inspektor i shërbimit kontabilitetit, Tulqinit, edhe bën kontrollin e dokumentacionit në kontabilitet. Mirë po, aty, mas disa ditëve, e më thot, ke një mungesë paresh prej 68.400 euro, dinar. 68.400 dinar. I thamë unë ja, unë arkën e kam në rregull krejt. Jo, pas s'kanë këthy se të hollat prej bankët. Se unë me trotinit 12.1973, kam pas regjistrimin si ashtë, si ato dhe ligji, komisioni ka ardhë, ka është vërtetu, gjanja ishte në rregull krejt, më thënë nuk ka pas mungesë në darkë. Por mungesa ishte në evidencën e kontabilitetit. Unë e mendoj sot për sot që ishte një kurdisje. Dhe më thënë, nuk ka mujt me fitu një bindje tjetër, por nështë një si njeri pa përshtatshëm në familjet, sepse ne nuk ishim familje e shkollume, por ishim familje e shkollume fetarisht. Për i fisit tonë, kena pas hoxhën Mehmet Shaptafa, Mehmet Kravari, cili ashtë në nënshkrues në 33, nënshkrues i deklaratës, si ka pjesa anamalit i takon Shqipnis, dokumenti gjimdet. Më dhe në hoxha tjetër, Adem Shaptafa, edhe Selimi, dhe më thonë, kena pas një minus në shoqëni, sepse ishte dominante Partia Komuniste. Edhe aty i shishon arsyet. Mirë po, kur e pashje puna serioze, jo thamë të shefit kontabilitetit dhe një punëtorit, me ma dha një vërtetim që dokumentin që e kam dorëzuar, mund të shkruni në do një falsifikat, mund të shkruni i rregullt. Thonë, si të do një jo, se më lypet përgjigj, se kishte shkupa dhia për atë parë. Paret ka pas mundësi, se edhe shërbimi kontabilitetit në atë kohë nuk ka kënë modern, në 2 fletë thjeshta, një fletë e ka marrë nërmarja, një fletë a i zodi bankë si ashtë, edhe një ka me të atyne, me të shapilograf, me të aparatet e dikushme, edhe mundësia, si mas mëndimit e ashtë, se ata nështë kanë mujtë përshku dhe një zhdo llogari tjetër, para të se është mujtë me ditë, edhe si këthen dikush pare. Të thohet, si mungan arkë, se arkë nuk i mungojnë, por mungojnë diku tjetër, po që ishte ma kesha, dokumentacioni i asaj kohë, i aty në 10 ditëve, kishte humbë në kontabilitet krejt. Inspektori i kërkan nuk janë. Unë s'kam pas qilësët e asaj zyret, qilësët e këm pas tjerë. Dokumentacioni ishte në dolap tyni, që kam pas ata qilësët. Dhe mungesa ishte vështirë me u dokumentu edhe se është falsifikat, se nuk ishin dokumentat. Pyetja është kush i ka marrë dokumentat. Pse humen dokumentat? Në tregoni pak, ku vazhdon situata me gjatë? Ju përfundoni në Franka? Thirrjen e gjyqin e Qarkut, Podgorisës. Mora thirrjen 10 ditë para, kam shku vetë. I pa përgatitur se në Arnëmburg. Kam pas disha në përgjepa dhe disha tjetër që ta kishe ditë që kishe pas. Kam pas edhe fishek, se kam pas plan me shku mos disa ditë dhe i darëshëm i bleva diku. Nuk e kam mënu në atë as pakat që mund mesin, sepse dokumentacioni për mu ishte në rregull krejt. Dokumentacioni u mungan atyne. Mirë po, gjykatë si nuk është thellë mirë për i fillimit. Ashtu dhe ka hetuesia. Emnin e mbi emnin, i thamë, Rekep Shaptafi. Jo, tha nuk jetha Shaptafi, për Shaptafovic. E të këputën me herën. Ti tha, ke qëllim, thët, me ju lërgu përgjithësis me nërimin e mbi emnit. Jo, i thamë. Adin shërbishtën mirë, sa me di deri ku, po të vi përkthysin. Me përkthyes vazhdume. Përkthysi ishte një njeri
nuk e di cilit vend, dite me folaj, me dalë me shit në pazar. Por termat ekonomike nuk e di as pak, dhe i thash, tash mjaft ka kryu, flasun ma tepër. Edhe, ai tha, mirë, tha, dush me ditë, se kjo nuk është ligji i Bullgarisë, as ligji i Shqipërisë, as i Turqisë. Kjo është Republika Socialiste Federative Jugosllavisë, Malizi, edhe duhesh të shkosh në burg. E po apritëm për dhe thirrën policit. Si e ke përjetu? Po shumë keq një herën, por edhe si kam hyrë mrena, edhe kam hyrë në dhomën ku ishin 30-40 vetë. Nuk kam pas të qeli, nuk kam qu. Çdo ditë kam ndaj me një zdaj që tash po më shoj. Më thonë, përjetimi ka kanë maksimal kështu me të lodhë, pse që kishte krejt, dhe moralen, edhe hu moralen, por e kishe prap një farë shpresë, se shpresa është e fundit. Të mbanë. E mbanë e kështu, por nuk ka diçka prej saj. Dhe aty kam pritë shumë, 6 muaj me dalë një gjyq. Sikur kishe dalë pak më parë, ishin pastru punët me kohë. Dhe në gjykimin e parë, që është majtë, shokë në thojnë, që të burgur, a ke frikë? Po normali, thamë, se frikë. Kur kam marrë shaje, me kanë qitë dhe tableta, ilaqë, për qëtësim. Po dhe dikuj qitën për tepër, unë se dishe. Kur kam shkuat se kam një vedin keqë. Kam një lodhën kështu, nuk i kam dhënë rëndësi. Më ka bë pyetjet, do pyetje kështu, të mundet ne ke kohë i lexon edhe atë. Po, sepse ke dedikuar një libër për këtë çështje. Për këtë libër, po thënë, e kam punuar i libër edhe të shkurt të shpe e thamë atë. E më thotë mo ku a ke pasaport, a ke dalë në shtetet huaja? I thamë, ja, s'kam pasaport, s'kam dalë. Apo në alkoholin, se duhen me ditë ata se ku janë harxhu parë. Alkoholes duhen i thëmë në piko. Mënë edhe i pyetje tjetër banale, që s'po ka nevojë tu me përmendi, ai thamon, besimi në në lënë ata rrugët e paprishyeshme. Edhe bojnë ata 5 minuta, 10 minuta, edhe shpallin. Shpallin fajtor për falsifikim, ja për plaçk një herë, 5 vjet. Edhe falsifikimi 1 vjet. A falsifikati nuk shihet kërku. A unë kishe dokumentat plota, kishe kartelen e arkës, edhe të kontabilitetit, edhe dokumentin e shkruar që dokumenti ka qenë origjinal. Ka qenë kështu. Por ligji nuk i mori parasysh ata. Edhe ashtu dhe nova. Si e zbardh vërtetën? Po e vërteta është pak është e vështirë. Për të vërtetën lypen 2 persona. Në një mirë. Një që e thot, e tjetri që e pranon. Por ata nuk e pranon, dhe unë u ankova. Në përmes të avokatit. Avokati ka bërë një ankesë shumë bukur të mirë po nuk ishe i kënaqur nën, edhe kam bërë 2 kërkesa tjera, 2 ankesa tjera. Jam drejtu Komitetit Qendror të Malizi, Këshillit Ekzekutiv të Malizi, edhe kryetarit të Malizi. Mund të përmend jam në të punëgasht. Edhe Kuvendit Federativ, Këshillit Ekzekutiv Federativ dhe Marshallit Tito. I kam ankesat, kopjet, i kam dhe dokumentet dorëzuar në postë, edhe kabinetit Marshallit më nisë përgjigje. Që keni me dalë edhe një herë në riqikim, edhe ka më vërtetu në bazë dokumentave. Edhe aty, e majtëm një riqimin e dytë, korek shumë, por më zjati 4-5 ditë. Po çdo ditë e mërkure ishte, e javët. Edhe përfundova, para ditës fundit, prokurori tha, nuk kam kurrë. Edhe po është vetin të liruar. Në nesën ishte me komuniku vendimin e gjyqit, kisha me shku në ora 8.
shkova aty me polis, kur policia nuk ka vota prangët në dorë, asë një herë, me thonë, e kanë po edhe ata që nuk është një bishka, shto, por se si ka ndodhë të aty. E aty janë isja prokurori, tha, po tha kam. Ky tha është një njeri shumë i menshëm, shumë i rrezikshëm, i ri, por shumë i menshëm. Si që aq i menshëm se sa thot ai, po do të më bëj si fajtor. Ai ka marrë dokumentin, e ka shtinu i zet, i ka hek ato shkrimet. E një dokument tjetër, asaj prezenisë që ishte, e ka shkru shumë, 65.400. Mëne i ka hap derën, ka thy derën, ka marrë prej dollapit në të palishme, dhe i ka zhduk dokumentet. Unë e kërkova fjallën e thamon gjyqit. A bën me vërtetu këtë qëndrimin e ti, me vërtetu, a mund të bëha të e puna ja. E gjyqit më tha, sërvesh më kështu, imi zna më neshtë. Edhe ne adim atë. Por ai e ka bët tije. Ndërkohë, ishte edhe një dokument aty shumë më rëndësi, që një kohë, kur nuk e disha unë, ishe në liri, pas kanë hyrë dy vetë, dy persona, një person në nërmarje, natën, mas 12 natës. Ku ishte ti në atë periud? Në punë ishe unë, punëshëm. Ka hyrë një personi, dy punëtorë tonë, që ka në roja aty, e kanë pa dritën në jesë, kanë shku me pa kush është, kanë gjithë njeri të jashtë, ja prej anës malit, as prej vëqenit. Që kërkon të këto, sa i ishte i punësu, kërkon një fletë zërtare. Tësh, ata dy persona që i kanë gjithë ata, kanë shku e kanë dhënë deklaratën në polici. Edhe ja deklarat me siguri dhe ka ba dhe ja të vetën atë. Sepse të hynë dikush një huj, të kërkojnë dokumentet të hapin, atë dollapin ku janë dokumentet e kontabilitetit, njeri pa autorizohu mirë. Gjitha këta besoj që ka shku në të anin në i mestek. Pasi që zbardhët e vërteta, pasi që lironin nga burgu, ku qëndruat 2 vite, ju me njëherë punësoni në po të njëjtin vend. Gjyqi atë ditën kur e shpalli pa fajsin, edhe më thotë që brenda 3 ditëve duhesh të vazhdoni ndërmarrje, mos ta humni stazhin, mos ta shkputet stazhi, por të shkoni me një herë. Mirë po më ardha këtu, ku më kishin para pa në ullarin e vjetër. Mirë po njerëzit nuk e kanë ditë këtë procesin e gjykimit, edhe nuk kanë njohur. Kanë thënë shkona beri dokument prej gjyqit, atëherë flasin. Kam shku në nesër, kam marrë dokumente, ju kam pru këtu, edhe më kanë thënë që mundesh me punu, ke drejt, mas i pafajshëm. Sa vite vazhdoni? Vendin e punës më tha, thashon që i duar katar. Për me arshetu para popullit publikut që unë jam i pafajshëm. Mirë po një shok, shumë i mirë që i këmë kalu shumë i me te, Kabil Hajibeti. Pasa me taj, më patë thanë ishte në vendin tem, përkosisht. Më thane që ose ti më rarken, më shkojnë shpi. Që ose ti mërë një vend punet tjetër, më besh mërdhën e punet. Edhe pëse që në johë të shpak, këna pi kafe bashkë atë ditë, i thamën, për me metin punë, se e di se që ishtë puna, unë marrë një vend tjetër, edhe mora kontabilist i repartit materialit. Një vjetë e gjysë, mas një vjetë e gjysë, këshilli punëtore me mlën, pa kërkesin teme si shefi kontabilitetit. Në rëta shokë atë, edhe si i burgosën, se aja meten ishin burg, i fajshëm, i pa fajshëm, të ishin burg një kohë. Dhe kam vazhdu më nëna prej 74-shit, më ne kem dalë në ullaren e re, ku ishte ullisht edhe mandarinat, dhere në vitin 1976. 70. Dhe më thonë, të janë vjetë 74 dhe... 2 vite. Po. Pastaj? Dhere 96, dhere vitin 20 vjetë. Dhere atjeru. Cili ishte shkaku që i kalonin nga atje në ullare, në Ulqen? U mbyll atje? Atje është mbyll. Është baf integrimi me hoteleri, edhe gjithë punëtorët e atishëm janë shpërdarë për të ndërmarjet e Ulqenit. Ama unë më kanë lanë në të firmen
ma të doptën. Që nuk ka pas një emën, se bëjësia nuk është dishka e lakmushme. Turizmi është dishka tjetër, tregtia tjetër, e mu më ka taku aty. Pas vitit 96, ju ku punësoni? Pas vitit 1996, 3 vjetë e gjysmë pa punë. Çka bëni gjatë këtyre 3 viteve? Po, e kam kalu kohën, jam marrë me profesionin në mënyrë private, të kontabilitetit. Nga cili vit e hapni zyrën privat? Private kam hapë në vitin 2000, 2000, për vitit 2000. Për 2000, kam hapë private. Kam pas njëherë një firmë në Dardania. Mirë po, nuk ishte e pleqyshme si emën, kur kam shku me marrë një fakturë për me ble kryp, nuk o pleqej aty në jeshtë që është këtë Dardania. Ishte kohë e vështirë. Kam këtë kuptu, më dhena, e regjistrova Antalya, një qytet turistik i bukur i Turqisë. Thoshte tash, nuk munden me më ngatru për emën. Edhe kam punu, deri në vitin 1999. 1999 jam punësu në ndërmarrjen komunale publike të Ulqinit. Së neps drejtor. Drejtor ishte. Ju gjatë këtyre 3 viteve, në bisedën që kishim së bashku, thatë që ju vijoni edhe studimet e larta në Prishtinë, por me një frik apo jo siguri, sepse ishte koha si ishte atëherë dhe nuk kishe idejnë apo nuk dishe a do të pranohej ai fakultet. Cila ishte tamam kjo? Po, unë vendosa të regjistrohem atëherë, por koha ishte e papreshtashme, sepse ishte suspendu autonomia e Kosovës, fakultetet të gjitha, televizioni po ashtu, kanë të ndurë policisë, edhe arsimi ka shkryu në për shtëpia private. Edhe unë vendosa të shkoj të kry, sepse fillova një vjetë të kryna shkonën e lartë financiare në pej, por atë pata një aksident, u kriju ashtu, edhe më tha profesori që s'kish ka bënë ma. Se nuk mund të kalesh. Atë ke diçka një përleshje fizike mes dekanit edhe të studentit. Qëllohen aty, unë pata qëllën të mirë, me nda ata. Po më kafi paragrafi edhe mu, të shty me mu me pa mirë gjithë të keqë. Nuk suspendun, po e mora vërtetën. Edhe mora vërtetimin aty dhe shkova në Prishtinë, në përmes disa një shokut, që ishte lidhje, më regjistrova dhe provimet i kam dhanë në për shtëpia private. Mramje, natën, edhe me një frikë se mos po hynë dikosh aty mram. Nuk thëmë se ka një, më kanë mundu shumë se e kanë ditë përvojën, se sa kam, dhe mos një kohët, hynë në diplomim aty, e kryë aty, mesatarja ishte 7 do të solide. Edhe atë diplomën kam marrë e konvertitu në gjyqin e Ulqinit. Përkthyma ka Gjergji, ishte përkthyesi i komunës. Edhe kur e kanë po ata, jenë knaqë ata shokë, kanë thonë, sa mirë ke ba, e ke kalu këtë kohë. Mirë po, atë e dërzova në nërmarje. Mirë po, mërënda një kohët shkurt, burgosën 2 studentat që punësohen në komunën e Plavës, që kishin kry fakultetin të njaj. Por dikush me qenerin, dikush tjetër është në të kohë. Edhe ata i kishin burgos. Një burgos, një ikë, sepse aja diplom... Ishte fakulteti i përfunduar në kohëra që ishin trazirat në Prishtinë. Nuk është pranu shteti, nuk është pranu fakulteti, dhe janë llogaritë se janë diploma falsifikat. Ata në të vërtet nuk janë falsifikat që janë, por kur nuk pranon shtetin, nuk pranon fakultetin, nuk pranon ligjet, dhe jenë suspendu gjitha ligjet. Edhe më e kam marrë, kam shku shpi, thoshe, mos të kemë edhe një përgjithësi tjetër, mos dëfishohet, edhe e kam lënë atë, e kam lu plukni. Po, deri në vitin 2014 punoni në ndërmarrjen komunale të Ulqinit. Po, punoj në ndërmarrjen komunale, që ishte një, ujësielësi dhe pastrimi. Aty ishe shefi e kontabilitetit, më nëjna 2012, bëhën ndamja në ndërmarrjes,
ujësjellësi edhe pastrimi. Unë kalova në pastrim me 2-3 shokë tjerë. Aty këmë bastë, në shef i kontabilitetit edhe shef i financave dhe i shërbimit juridik. Më kanë të dyja funksionet, deri në 2014. Në 2014 e pata mundësi në 10 vjetë me vazhdu, ishe ligjore, për e logarita që dvinet punësuan tjertë, e unë vazhdoj punën private në këtë sferën tjetër të jetës. Jo i ndihmoni edhe djalit, djali ka marrë po të njëjtën rrugë si jo, apo? Po, djali ka fillu me mu, ka ashtë regjistru në Tiranë, por nuk ka pas atje sukses se nuk mëshim me dalë në kufinin, më thonë ishte rrezikshme. Në 2 jave e ka lanë, dhe ka kry fakultetin ekonomik, ka diplomu në Beograd me notën 10, menagement i ekonomisë. Po ashtu edhe vajza, ka kry dogaxhenin atje, në Pej, më thonë, ishtë kompletu familja me një shkollim të pëlqyeshëm. Edhe vajzat njëjtën rrugë si jo? Edhe vajza, po edhe mesa, edhe vajza djalit. Edhe aja është të e krytesh ekonominë. Tash e kam lanë atë në punë në zyre, më tha, sukses ata gjeshtë atë. Gjithmonë tha je mundu për ne, na, s'dija po mundohna, a mundna për ty. Po më trego pak për pjesën personale, kështu në fund të emisionit. Ke një vajzë, një djalë, sa një prambesa? Në djali ka vajzë e djalë. Vajza, në martumën në Selit, ka edhe aja vajzë dhe djalë. Aja është e punësumë në ujësjellës. Nërsa djali, punan këtë jetën private, aty ka punësu edhe vajzën e vajzë mesën tash. Vajzën e vajzë, aja ka kry tash, në këtë vete ka kry fakultetin ekonomik të shtetit në Prishtinë, edhe aja me notën 10 që shumë e aftë. Aty e kam edhe si lektore në Liber. Sa je i përmbushur? Po, kështu në... Pavarësisht gjithë kësaj që folme, pavarësisht gjithë mundit të themi, sa ke arritur që ta shikosh veten nga larg, të thuash që ja ka vlejtur? Po kështu. Nëse shikoj dikë tjetër, që është i pak kvalifiku, kam rrit një pasuni shumë të madhe. Tham, çka kam bërë, kur gjallë? Po kur dal, e mendoj në anën tjetër, që është e pastër, shpirtnore. Familja është mirë krejt, gjithë shkollumun, punën, normale kërkuj në një problem ose borxha diçka, një qetësi shpirtnore kena të maksimale, dhe më thonë. Ja ka vlet shumë, edhe suksesin matë madhe e kam rritë tash më kohën e fundit. Sepse e kam po çka është aja që nëse nuk i shkollumun, pa marrë parasysh, aje i jaftë, as i jaftë, të kërkon diplomin. Nësa në shtetet perëndimore, ai të kërkon përpara di, një herë mandena edhe diplomin aty maj. E vërtet. E kjo është ashtu, sepse të është të ri pa punësum 3 vjet e gjys, nuk ka pas vend e punet mjaft. E kam kalu kohën edhe me aktivitete tjera. Në vitin 1987, formu me bashkinë lokale në Kravar. Për herë të parë. Edhe aty një zanet në mbledhje të saktohem kryetari i bashkisë lokale. Vazhdoj mandena me pëlqimin e tyre, me vullnetin e tyre 3 mandate. Si ligjore ishte 2, por 3 jo rrinte. Më rishim suksesin, pra që kënaqësia ishte që më rritëm me asfaltu një rrugë prej Sukuminet deri në Kravar në atë kohë. Ashtë vitin 1992, mëndime në komunës dhe sidomos mëndime e banorëve të Kravarit, që kanë dhënë edhe ata, dikush ka shit lopën, dikush viçë, dikush... Jeni marrë edhe me politikë shkurt, por e keni prejkë edhe atë fushë? Edhe me politikë e marrë se e kam pa që është e nevojshme. Sa isha në Gropogon, i shishi që politika vendosen.
është jaftë, sa është jaftë njeriu, ai ka vendin e parë. Edhe në vitin 1990 majmë në një mbledhje dhe formojmë në mënyrë legale, thamon, po dikush thotë jo legale, lidhjen demokratike në Kodra. Aty mbledhna njerëz prej Ulqinit, Osmanit, Tuzit dhe Plaves. Edhe e formojmë. Mirë po, ma vonë njerëzit jenë organizu, jo nuk kena kanë gjithë njoftuar, dhe në 9 shtatorë 1990 mahet Kuvendin TUS, edhe prej asaj ditë jam anëtar i kryesisë lidhjes demokratike deri në vitin 2000. Deri në 2000. Një kohë isha edhe një mandat kryetari i degës Ulqinit lidhjes demokratike, domethënë jem marrë, por prej vitit 2000-2001-2002 u lova e mendova që ma mirë të rritë të vazhdojnë e ne të kapim punën tjetër, sidomos kjo puna private, e sidomos kontabiliteti nuk ndërën kështu kohë, nuk ka kohë të lirë, edhe u tërhoqëm. E vazhdu në tjertë, edhe aty këm pas një sukses, një kënaqësi në për mitingje, në për mbledhjet në rishme që këna bëha. Por, ja ka vlejta edhe aja, si bashkisë lokale, si dhe kja. Në shkurt, i gjenis, pak edhe në të librin ku e kam sekse, librin, më patë në thanë shok, kështu, një shok. Pse nuk shkru një liber? I thamë e kam shkru të në liber. Po si e ke? I thamë se e kam në mend në krejt. Për një minut mund të librin e lexoj, po. Ja, po nuk ashtë ashtu. Monena, venosa, kam ledhë në 2021, në 45 vjetorin e lejimit, kam ledhë fisit tonë shaptahesh, edhe kam kërku një pëlqim. Kam qef një liber, se ky dënimi jem ka qenë për mu direkt, për familjen, por edhe për fisin. Çka më ndoni, dhe dhanë pëlqimin. E botova librin, edhe vitin e kalum, pata dhe promovimin e librit në Anpalit, me një sukses bukur, prania e gjithëve. Dhe njerëzit që nuk i kanë ditë, janë habit disa, se që i kanë ditë janë të vërteta. Një e pa vërtet me u hap diko, e me rrë tjetëri. Se e vërteta është... Sa ka rritur që librit hedhë në dritë gjithat të vërtet? Ka pas se njerëzit disa dhe më kanë thirë në telefon. Bravo të qoftë, ke ba mirë, si kem ditë këtë punë kështu. Po sa mirë që i ke rujt dokumenta. Unë si rujt kam dokumenta mjaftë, por kanë metë dhe dokumenta që si kam pasur. I kam kërku në arkivin e Malit Zi, në Cetin. Ata më kanë thonë nuk ka, në kanë hupë dokumentat. Po si kanë hupë dokumentat, të shërkja shumë interesante, që në përgjegjësi për dokumentet e humon diku tjetër, në kontabilitetin në tërkohë. Tash dokumentet e mi, njëjtit person i humin edhe në arkiv. Dokumentet e mi janë personale, janë të mija, në përrojtje, për me i rujt është arkivi. Dokumenti është pakisht. Nuk e di, i ka marrë dikosh ku janë, edhe aty. Mirë po, prap kam pas material edhe. Se e vërteta gjithmonë thohet se edhe me prej krytin të vërtetës, i del prap kryti. I del. E vërtet. Edhe fatin duhesh me e kërku, mua në ku, rreziku vjen vetë. Dhe më thonë, fatin duhet se cili njeri me u interesu për vetë, për familje, dhe për e keqen, mos në rafë se aja vjen vetë. Me këtë fjali edhe dua të përmbyll, me këtë jo mesazh, por e vërtet, unë të falenderoj shumë që ishe këtë emision me mua, shpalose një pjesë të jetës tënde, nuk na premton koha më shumë se do të kishim më flasim së bashku, në një bisedë që kishim pash një jetë
të jetë të mbushur me gjitha dimenzionet e saja. Faleminderit shumë. Faleminderit a juve në thirrje, në konsiderat, se kjo është edhe një respekt. Edhe pse ishe dikur, këto paraqitje janë të nevojshme, edhe mendoj që edhe në të ardhmen në një herën, kena me pas në ashtë rast. Shpresojmë. Takoni. Shpresojmë, mund të falenderoj edhe një herë. Falenderoj edhe juve, dhe ju përshëndes edhe një herë, si juve ashtu dhe stafin tuaj. Faleminderit edhe një herë, por falenderoj edhe shikuesit e ekranit të televizionit të UTA, që qëndruan të minutazh me mua Junida Trumen në emisionin Portreti në orën 8:30 çdo të hënë. Deri tek takimi i ardhshëm, mirëmbëjtje.